Partia Demokratike dhe aleatët e saj organizojnë pasditën e sotme një protestë kombëtare kundër qeverisë, ndërsa kërkohet largimi i kryeministrit Edi Rama, i cili po përballet me një seri skandalesh, por që forca e kartonëve në sallën e Kuvendit duket se i jep një garanci të fortë në aspektin e vendimarrjes. Kreu Demokrat Sali Berisha ka artikuluar formën e një revolucioni paqësor, ndërsa policia ka paralajmëruar se mund të ketë tensione dhe i ka bërthirrje qytetarëve që të mos cënojnë rendin dhe sigurinë. Protesta e sotme e opozitës pritet të jetë në formatin e zakonshëm, ku nga pika të ndryshme të Tiranës do të marshohet drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, atje ku një podium i improvisuar në krah të kryeministrisë do të shërbejë si foltore për të dhënë mesazhet dhe fjalimet. Godina e Këshillit Ministrave, si në çdo protestë ku jepen paralajmërime për tensione, është e blinduar me veshjet e posaçme që vendosen për të mbrojtur dyert qendrore nga flakadan apo molotov që mund të hidhen. Pritet që protesta të zgjas deri në orën 20, pra në formatin e zakonshëm prej 3 orësh. Referuar faktit se pavarësisht njoftimeve për nisjen e saj në një orë fikse, ka gjithmonë vonesa që lidhen me mbledhjen e sa më shumë qytetarëve apo mbështetësve të opozitës. Gjithsesi, as organizatorët dhe as policia nuk kanë dhënë një afat se kur mund mbyllet tubimi. Organizatorët janë shprehur se protesta i takon qytetarëve, çka do të thotë se çdo sjellje ndaj protestës apo ecuria e saj do të varet pikërisht nga vullneti i pjesëmarrësve në të. Ajo çka synohet është që të qëndrohet sa më gjatë, pra një protestë që përtej pjesëmarrjes të ketë kohë zgjatje përtej normales, një formë që nuk është aplikuar shumë në vendin tonë. Natyrisht që gjithçka do të varet nga pjesëmarrja e të rinjve që konsiderohen nga struktura drejtuese të PD-s si katalizator të situatave. Ishin pikërisht ata që në protestën e 24 janarit hodhën molotovët dhe fishek zjarret në drejtim të godinës së kryeministrisë, apo që regjistruan përplasjet me policinë në afërsi të parlamentit. 2 javë më parë, demokratët e konsideruan sjelljen e policisë ndaj demonstruesve si jo proporcionale, ndërsa sot nuk përjashtohet mundësia që të ketë një kundërpërgjigje të ashpër nëse policia do të përdorë të njëjtën skemë si ajo e 24 janarit, duke hedhur gaz lotësillës pa kriter. Nga organizatorët flitet për disa forma reagimi, edhe pse këtë radhë do të synohet që të shmangen incidentet me qëllim që qytetarët që do t'i bashkohen protestës të qëndrojnë sa më gjatë që t'jetë e mundur. Në terren, policia e shtetit pritet të angazhojë mbi 1300 forca policie, përfshirë edhe ato nga repartet speciale, por edhe efektiv të Reneas që zakonisht qëndrojnë në perimetrin e sigurisë së godinës qeveritare. Peshën më të madhe pritet ta kenë efektivët e rolit bazë që do të qëndrojnë në kordonet përgjatë kryeministrisë, ndërsa ata të ndërhyrjes së shpejtë dhe shqiponjat do të ndërhyjnë vetëm në rast të tensioneve apo përplasjeve. Një numër jo i vogël efektivësh do të stacionohen pranë kuvendit, atje ku zhvillohen edhe seancat plenare, duke i paraprirë një zhvendosje të turmës nga kryeministria te parlamenti, sikurse ndodhi në protestën e fundit, ashtu si edhe në protestat e kaluara. Policia pritet të përqendrojë makinat me ujë që përdoren për shpërndarjen e turmave, ndërsa një repart policor do të jetë i pajisur me bombula gazi apo spray me piper që do të përdoren për të shpërndarë turmat në rast të tensioneve. Në kuadër të masave paraprake, policia e shtetit ka njoftuar se nga ora 15 deri në përfundim të tubimit do të ketë bllokim të lëvizjes së automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë Brendshme deri te sheshi Nën Tereza, si edhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali 2 dhe Ismail Qemali. Gjithashtu në gatishmëri pritet të jenë edhe zjarr fikse, një procedurë kjo standarde në raste protestash. Ashtu si edhe në protestën e kaluar, peshën kryesore të saj pritet ta mbajë Tirana, Durrësi dhe Elbasani, ndërsa 10 mbështetës të opozitës në qytete ndryshme janë organizuar nga degët dhe deputetët për të udhëtuar drejt kryeqytetit. Disa ide po qarkullojnë mes opozitarëve që nisin me bllokimin e akseve kryesore rrugore, një format i aplikuar edhe më parë deri te ngujimi para godinës së kryeministrisë, edhe kjo një formë e aplikuar në 2017 kur Lulzim Basha, si kryetar de jure i PD-s, vendosi atë që e quajti çadra e lirisë dhe mbajti për rreth 3 muaj deri në arritjen e marrëveshjes me Edi Ramën. Së fundmi, mes demokratëve po diskutohet organizimi i protestave të ngjashme me ato në Greqi, ku do i kërkohet fermerëve që të bllokojnë akset rrugore me mjetet e tyre bujqësore. Një ide kjo e hedhur edhe gjatë një takimi të zhvilluar 2 ditët e fundit me banorë të Divjakës. Synimi i demokratëve dhe aleatëve të tyre është që të paralizojnë sa më gjatë normalitetin si një formë të mosbindjes civile ndaj asaj që e konsiderojnë si regjimi i Edi Ramës.